misioni shpëtimtar i Krishtit filloi me pagëzimin e tij. Ka lidhje çik me atë pyetjen, kush e bëri ti e bëret pyetjen për predikimin, është. Filloi me pagëzimin. Keni parasysh se thotë Ungjilli që mbas u pagëzoi gjithë populli, shkon te Jesui, pagëzohet në Jordan nga Johan Pagëzori, i cili kishte bërë atë predikimin e famshëm, pendohuni se u afrua mbretëria e qiejve një në tjetër. Njerëzit pendoheshin, rrëfenin publikisht mëkatet e tyre, dhe pagëzoheshin nga Shën Johani. Dhe mbasi u pagëzoi gjithë populli, erdhi Jesui nga Nazareti, të gjithë e dimë se u pagëzua, u shfaq shfryma e shenjtë me trajtin e Pullumbit. Dhe zëri atë që foli që tha ky është biri im i dashur, të cilin kam pëlqyer. Pastaj Zoti Krisht, i cili tashmë kishte mbushur 30 vjeç, sepse tradita e Izraelit që para 30 vjeç nuk mund të bëhesh ato mësues, rabi, pra nuk mund të mësoje ligjin e Perëndis, pa një farë moshe të caktuar, sepse s'kishte seriozitet ajo punë. Dhe mbasi mbushi moshën 30 vjeç, u pagëzua, pasi mbas pagëzimit, thot Ungjilli, shkoi në shkretë të tjera, thot. 40 ditë në shkretë të tjera. Sepse Zoti Krisht jo se kishte nevojë ta agjeronte. Por fjala e Perëndis që kishte marrë trup njerëzor, trup Adami, kishte veshur trupin e Adamit, fjala. Ne dim gjithë historinë e Adamit, se çfarë gabimi bëri ai, se si nuk e dëgjoi urdhërimin e Perëndis dhe hëngri frutin e ndaluar. Pra hëngri atë që nuk duhet hante. Nuk mbajti kreshëm urdhërimin e Perëndis dhe hëngri frutin e ndaluar dhe pësoi ato që pësoi, u largua, u përzua nga parajsa dhe gjithë gjinia njerëzore pasaj e humbi komplet sensin e masës të komunikimit me Perëndinë, të dritës, të së vërtetës dhe të qëllimit të ekzistencës së tij. Dhe prandaj kur Zoti Krisht erdhi në botë dhe u trupëzua, do ta rifillonte betejën pikërisht aty ku e kishte humbur Adami. Këtu nuk do ndalojmë sot, do flasim për këtë, do flasim për paravolit, po që të bëjmë pak lidhjen që të shkonte të predikonte ai, duhet fitonte një betejë njëherë, të cilën e kishte humbur stërgjyshi Adam. Dhe për të nënshtruar pasionet që e torturojnë njeriu, dhe një nga pasionet është të ngrënit, dëshira për gjëra, për të ngrënë gjëra, lakmia e ushqimit, lakmia e të parit të gjërave, të shijuar të gjërave. Dhe të gjithë e dim, kur erdhi tunduesi mbas 40 ditësh, që ishte i lodhur, i raskapit, 40 ditë i pa ngrënë, çfarë i tha? Urdhëroi ta gurthejnë bukë ata, çfarë përgjigje i tha Zoti? Njeriu nuk jeton vetëm për bukë, por për çdo fjalë që del nga goja e Perëndis. Duke na dhënë neve mesazhin dhe kujtesën që në këtë botë nuk kemi ardhur për të ngrënë e për të pirë, e për të kaluar bukur, por kemi ardhur për një funksion, për një qëllim, për një mision të lartë. Në këtë botë jemi të përkohshëm. Kemi ardhur për të kaluar në prova, siç ju të gjithë shkoni në shkollë, besoj. Kur shkoni në shkollë në fund të sezonit, jepni provime apo jo? Nëse si merrni provimin, e merrni dot klasën? Po apo jo? Jo. Pra, nëse si merrni provimin, nuk e merrni dot klasën. Nëse merrni klasën, nuk merrni dot shkollën, ngelni. Dhe humbisni misionin për cilën keni vajtur në shkollë. Kështu dhe neve japim provime me qëllim që të fitojmë mbretërinë e Perëndis. Nëse si japim provime në këtë jetë, nuk mund të hyjmë dot në mbretërinë e Perëndis. Dhe Zoti në të gjitha gjërat që tha dhe bëri, u bë mësuesi ynë i madh. Pra të gjitha gjërat mund të arrihen, mund të bëhen të mundura nëse neve kontrollojmë pasionet tona. Dhe nëse neve kemi një kontroll mbi pasionet tona, atëherë mund të fillojmë që të merremi me predikimin e fjalës së Perëndis, me kuptimin e mistereve të shkrimit të shenjtë. Sepse Ungjilli, fjala e Perëndis, i shkruar nga fryma e shenjtë, është plot mistere. Janë fjalë në Ungjill që janë literalisht fjalë për fjalë, ashtu janë dhe fjalë që janë konvencionale, janë metafora, të cilat duhet dikush të ti interpretojë, sepse nuk i kupton dot. Po të përpiqesh ta kuptosh fjalë për fjalë Ungjillin, do gabosh. Dhe pikërisht sot
në fragmentin e paravolisë të mbjellësit ose të thellësit të farës, pikërisht do përpiqemi të shpjegojmë këto gjëra. Dhe është paravolia e parë që përmend Ungjilli. Dhe ka brenda saj shumë mesazhe. Dhe nxënësit e dëgjuan, por nuk kuptuan për çfarë po fliste Zoti. Dhe mbasi mbaroi predikimin Zoti, u ndan me njanë dhe thanë mësuesve për çfarë kuptimi kishin ato. Që the, çfarë kuptimi kishte? Ai mbjellsi bujku, çfarë kuptimi kishte fara, çfarë kuptimi kishte toka, çfarë kuptimi kishte zallishtja, çfarë kuptimi kishte kjo, çfarë kuptimi kishte ajo tjetra. Dhe Zoti Krisht ja shpjegoi dhe i tha që fara e grurit është fjala e Perëndis. Mbjellsi kush është? Është vetë Perëndia. Toka kush është? Janë shpirtrat e njerëzve. Dhe ashtu si fara, po gjeti tokë të mirë, je frute, po nuk gjeti tokë mirë, ajo thahet dhe humbet, kështu është edhe marrëdhënia dhe qasja jonë me Perëndinë dhe me fjalën e Perëndis. Kur fjala e Perëndis bie në një shpirt të ngurtë, indiferent, materialist, nuk do të di për fjalën e Perëndisë, ndosja e fara, thot Zoti, që bie në rrugë, thot, shkelet nga njerëzit, thot, dhe vinë zogjt e qiellit dhe i hanë ato fara. Dhe ajo nuk jep frute. Zogjt e qiellit janë ato frymërat e liga që heqin gjithmonë nga mendja e zemra e njeriut fjalët dhe urdhërimet e Perëndis dhe i vën atyre shqetësimet e kësaj bote, sa më lëri mos u merr me këto jo shpëtimi i shpirtit janë budallëqe. Pleq merr me këto gjëra para se të vdesin. Të rinj duhet shijojnë jetën, kështu thot i ligu i njerëzve. Kështu mendoj edhe unë, thot Shëngozma i lumur, thot. Sa jam i ri do jetoj jetën dhe kur të plagem do pendohem. Por pastaj, thot, kur erdhi pleqëria, thot, nuk i shkulja dot, thot, mëkatet e pasionet e mia, të cilat kishin zënë rrënjë në shpirtin tim. Prandaj përpjekjet shpirtërore bëhen qysh në rini, që të pastroni zemrën dhe shpirtin tuaj që të bëhet banesë e fjalës së Perëndis. Dhe Shëngozma i lumur fillon dhe interpreton këto fjalë të Zotit tonë Jezu Krisht dhe pikërisht te kjo zemra e ngurtë jep një, si them, një ilustrim me një histori. Që të kemi parasysh për çfarë lloj kategorie njerëzish bëhet fjalë. Toka e ngurtë. Janë ateistët, janë indiferentët për fjalën e Perëndis dhe i ligu pastaj vjen dhe u merr fjalën e Perëndis nga zemra e tyre dhe i përdor pastaj si instrumenta për të arritur qëllimet e tij, që është humbjen e shpirtrave të njerëzve. Dhe thot Shëngozma i lumur, thot, në kohrat e vjetra, thot, bitë e mi, thot, ishte një mbret që quhej Manasi. Manasiu ishte pa frikë Perëndie. Nuk mendonte fare për shpëtimin e shpirtrit, ra totalisht në idhujtari, dhe vetëm që ra vetë në idhujtari, po nxiste edhe njerëzit që ata të mohonin Perëndinë dhe të binë edhe ata në idhujtari. Në mohimin e Perëndis. Dhe jo vetëm që i bënte këto, por kur Perëndia i fliste me anë të njerëzve të urtë dhe me anë të profetëve, që e këshillonin që t'i hiqte dorë nga kjo rrugë e keqe, ai jo vetëm nuk i dëgjonte ato, por i keq trajtonte, i rrihte, i vriste, i burgoste dhe i keq trajtonte në mënyrë më të keqe të mundshme. Derisa e mbushi kupën e zemëratës së Perëndis. Dhe në një moment caktuar shpërthen një luftë midis këtij mbreti pra Manasiut dhe një mbreti tjetër që ishte në Jude, dhe mbreti tjetër e zuri rob dhe e mbylli në një kafaz prej hekuri. Në një kazan prej hekuri. Dhe po priste nga çast çast ta ekzekutonte. Ndërkohë, thot, që Manasiu, kur përfundoi aty në kazan, atëherë, thot, erdhi në vete, thot. U pendua.
filloi të qante. U pendua për gjithë mëkatet e tij, për jetën e shturur që kishte bërë, për idhujtarinë e tij, për mohimin e Perëndis, për torturat që u kishte bërë njerëzve të tjerë, pa drejtësitë që u kishte bërë njerëzve të tjerë, u pendua me lot i kërkoi falje Perëndis. Dhe Perëndia që nuk do vdekjen e mëkatarit, dërgoi një ëngjëll, e nxori nga kazani i hekur, thot, e shpëtoi nga vdekja e sigurt. Në momentin që u kthye në shtëpinë e tij, i penduar, thot, shiti gjithë pasurinë u ndau të varfër, u mbyll në një shpellë atje, jetoi si asket dhe i mbylli me pendim dhe me lot ditët e fundit të jetës së tij. Në rast se në mesin tuaj, thot Shën Kozma i Lumur, ka ndonjë si Manasiu, thot, le të pendohet sa ka kohë. Dhe mos ta zemëroj Perëndin me mëkatet e tija të shumta. Të heqi dorë nga mëkatet, nga pasionet, të pendohet, të korrigjoj jetën e tij me qëllim që të shpëtoj shpirtin e tij. Pastaj vazhdon Shën Kozmai. Një pjesë thot e farave, thot, ra në Gurishte, thot. Dhe ju e dini shumë mirë, për shkak se Gurishtjat nuk kanë dhe, për janë më shumë me gura. Fara atje, thot, gjeti pak vlag, thot, edhe mbiu, thot. Por në momentin, thot, që u përball me natyrën e nxehtë apo të ftohtë një në tjetrën, meqense s'kishte rrënjë, s'kishte ku të ushqej, thot, u tha. Kjo kategori njerëzish, thot, ka të bëj me ata të cilët në fillim e presin me zjell fjalën e Perëndis, me shumë dashuri fjalën e Perëndis, dhe fillojnë madje jo vetëm të përpiqen ta aplikojnë besim, po t'u mësojnë edhe të tjerëve, thot. Por në momentin më të parë të vështirësive, të ngasjeve, të tundimeve, këta e mohojnë Zotin. Dhe Shën Kozma i Lumur na tregon tani një shembull tjetër. Dhe na sjell shembullin e Apostull Petros, thot. Siç e dim të gjithë, Apostull Petro ishte një nga 12 nxënësit e shpëtimtarit. Dhe ai për 3 vjet e gjysmë eci bashkë me Zotin, predikoi bashkë me të, bën mrekullira bashkë, e kështu me radhë, ishte nxënësi më besnik, më i zellshëm, më i flak nga të gjithë. Kur u plotësuan ditët dhe erdhi momenti për shkuar në Jeruzalem dhe për të pësuar për shpëtimin ton, Zoti i tha që dua të ha për herë të fundit Pashkën, darkën e Pashkës me juve, thot. Dhe bëri atë darkën mistike, e dim gjithë, mori bukën e the, merrni hani ky është trupi im, mori verën e piu, tha, merrni pini ky është gjaku im, që deret për ju për shumë përndjesën e mëkatit. Dhe tha, njëri nga juve do të më tradhtojë. Dhe pastaj, thot, ata, thot, do vinë, do më arrestojnë, do më kapin, thot, dhe të gjithë juve do më braktisni, thot. Pietri, nga zelli i madh që kishte, tha, o Zot, kur mos qoftë kjo, thot. Sikur të gjithë të mohoj, thot, unë kurrë e kurrës nuk do të mohoj. Atëherë Zoti me shumë keqardhje u kthye nga Pietri, i tha, Pietri i dashur, thot, me të vërtetë po të them, sot para se të këndoj këndesi, 3 herë do më thuash që se njoh. Dhe vërtet, siç ja paratha Zoti, natën që u arrestua, e çuan që ta gjykonin te Kajafa, te kryeprifti dhe tek Ana, dhe kur një nga shërbëtorët e pa Pietrin që shkonte dhe ndiqte nga lart se çfarë do bënin me Zotin, e pa një shërbëtor i tha, ore, unë të mbaj mend, ti ke qenë me Jesuin nga Nazareti, thot, se edhe ti vetë i Galileas, i thot. Shtu o groj, tha, unë se njoh këtë njeri, tha. Ndërkohë që u afrua zjarit për të ngrohur, një tjetër shërbëtor i thot, po, thot, vërtet, thot, edhe unë të mbaj mend, thot. Edhe ti ke qenë me të, thot, se edhe ti je nga Galilea, thot. Më rënd mallkimi 3 herë, thot, në rast se unë e njoh këtë njeri. Edhe nga Afrika sot ta kapnin, shkoi tek dera, gati për t'ikur. Dhe ndërkohë, një shërbëtor i fundit e kapi për mendje, thotë, i tha, po, unë tani po kujtohem që ti ke qenë me të, bashkë me Jesuin nga Nazareti. Nuk e njoh fare atë njeri. Dhe sa po tha edhe këtë për herë të tretë, këndoi këndesi dhe ai u kujtua për fjalët e Zotit, dhe Zoti e pa aty në dhomë që ishte brenda, u pa në sy më sy, dhe ai thotë uli kokën i turpruar, qau, thotë, dhe gjithë jetën e tij u pendua për mëkatin e mohimit të Zotit.
Zoti e dinte nga dobësia njerëzore që njeriu, pra çfarë, si them, dobësish ka dhe se si bien deri në mëkate të tilla të mohimit. Dhe prandaj kur Zoti u ngjall, i tha grave, thoni nxënësve dhe Pjetrit që do t'i takoj në Galile. Pra në mënyrë të veçantë i tha nxënësit dhe Pjetrit, pa unë i kam falur që ata më braktisën, dhe Pjetrin që më mohoi 3 herë, prandaj i thuaj që i pres të takohen përsëri me ta në Galile. Dhe kur u takuan, e pyeti 3 herë. Simoni bir Jonait, më do ti mua, i tha? Po, o Zot, të dua. Kulloti delet e mia. E pyeti për herë të dytë, Simoni bir Jonait, më do ti mua, i tha? Po, o Zot, të dua. Kulloti shjerat e mia. Për herë të tretë pastaj, Simoni bir Jonait, a më do ti mua, i tha me të vërtet? Po, o Zot, ti e di se të dua, ti i di të gjitha. Dhe i tha, kulloti delet e mia. Pra, 3 herë e kishte mohuar Shën Pjetri, u detyrua përsëri përpara të gjithëve, e pohoi 3 herë shpëtimtarin dhe Zoti e pranoi pendimin dhe e bëri kryeapostull dhe si them të parin e kishës së tij. Me gjitha të mëkat që bëri, pra Zoti e pranoi pendimin e Pjetrit. Pra në rast se thot Shën Kozma i lumur, midis jush, pra midis nesh besimtarëve, ka njerëz që kanë dobësitë e Shën Pjetrit. Dhe në një moment nga dobësia apo nga kujton se çfarë, ka pas momente dhe ka mohuar besimit për të shpëtuar nga një situatë që ndodhin në jetën tonë të përditshme, jeti krishter, jo unë, jo jam i krishter. Për të shpëtuar nga një situatë X, për të shpëtuar nga përndjekja, për të ruajtur vendin e punës apo kujton se çfarë, ka pas njerëz që kanë bërë dhe deklarime të tilla. Dhe me dashje ose pa dashje e kanë mohuar Zotin e shpëtimtarin tonë Jezu Krisht. Atëherë është përsëri koha, thot Zoti, dhe Shën Kozmaj, që të pendoheni edhe me qëllim që Zoti të pranoj pendimin tuaj dhe të shpëtoni shpirtat tuaj. Një pjesë tjetër, thot, Ungjilli e farës së grurit, ra, thot, midis ferrave. E gjithë e din që një tokë të papastruar, krahas farës së grurit, kur bin dhe bimë të egra, bin edhe ferra, bin edhe driza dhe kështu me radhë, dhe e dëmtojnë shumë grurin. Jashtëzakonisht shumë. Madje në disa raste kur ato rriten shumë, gruri nuk piqet fare dhe dështon në misionin e tij dhe nuk jep frute fare. Dhe Shën Kozmaj, për ta ilustruar sa më mirë këtë pjesë të paravolisë, na sjell në mend jetën e Marias së Egjiptit. Dhe tregon se si Maria e Egjipti e lindu e rritur në një familje të krishterë, besimtarësh, e mashtruar nga Satanai, qysh në moshën 12 vjeç, thot, bjen në mëkatin e imoralitetit. Dhe jeton në mëkate për 17 vjet me radhë. Natë e ditë mendje dhe zemra e saj ishin vetëm në mëkat. Ai sa ajo kur rrëfen në fund të jetës saj tek Shën Zosimaj, gjithë jetën e saj, gjithë mëkatet e saj, thot, o atot, unë nuk mëkatoja nga nevoja përpara, thot. Po ndjej një dëshirë të tmerrshme, thot, por t'i fut njerëzit në mëkat. Dhe nuk ndalonte në asnjë moment së kryeri mëkatin e moralitetit, jo thjesht nga nevoja përpara për të mbijetuar, por dëshira për të futur në mëkat njerëzit. Madje në jetëshkrimin e saj tregohet që edhe kur ajo u nis me një grup pelegrinësh që nisën nga Aleksandria për shkuar në Jeruzalem për të farur tek varri i Krishtit, tek kisha e ngjallës, edhe që ishte dita e kremtja e lartësimit kryqit, 14 shtatorit, dhe ajo nuk u ngjit atje për të falur, po u ngjit për të argëtuar, madje dhe pelegrinët aty për t'i futur në mëkat. Dhe thuhet aty që edhe arriti dhe qëllim, madje edhe me marinare, me gjithë çka ishin aty në anije, nuk la e shtyr nga Satanai pa i futur njerëzit në ngasin e mëkatet të rënda. Por në një moment caktuar, Zoti thot, i erdhi keq për krijesën e vet të gjor, dhe kur ajo arriti te kisha e ngjallës, donte të hynte brenda dhe t'i falej kryqit të nderuar,
një dorë e padukshme e ndaloi të hynte brenda në kishë. E çuditur, sepse nuk kupton se gjithë njerëzit hynin dhe ajo donte të hynte synte dot. Tentoi në disa, sepse dera është goxha e madhe, tentoi në disa vende, po nuk hynte dot. Atëherë kuptoi që ishin mëkatet e saj të shumta që e pengonin të hynte në kishë, dhe aty, tek hyrja, tek porta, ra në gjunjë, e përlotur, i kërkoi falje Zotit, aty pranë pa një ikonë shënmërisë, dhe ju drejtua shënmërisë me këtë fjalë: o shënmëri, të lutem, ndjem, mëshiro, lutju Zot që të më lejoj të hyj brenda t'i falem kryqit, dhe unë do bëj çfarë më thot Zoti për korrigjimin tim, për pendimin tim, për shpëtimin e shpirtit tim. Dhe vërtet kështu ndodhi, mbasi mbaroi lutin, u ngrit dhe kur tentoi të hynte brenda në kishë, askush nuk e pengoi. Hyri brenda, u fal, dhe porsa doli jashtë, dëgjoi një zë që i tha: shko drejt shkretirës së Jordanit. Dhe nga aty u nis drejt lumit Jordan, e kaloi dhe lumin dhe hyri në shkretirën e Jordanit, dhe një shkretirë pa fund atje, është të mërshme fare. S'ka asgjë, as pemë, as shkurrë, as asnjë, vetëm rërësh atje. Dhe atje kaloi 47 vjet të jetës së saj, pa e parë njeri, pa e njohur njeri, dhe duke qarë natë e ditë për mëkatet e saj. 17 vjet mëkatoi, 17 vjet u pendua natë e ditë me lot. Natë e ditë me lot. Derisa, mbas 17 vjetësh, mbas i kaloi të gjitha ngasit, se i kujton të i ligut gjithë mëkatet që i kishte bërë. Janë nxirrë si në televizor, janë nxirrë gjithë pamjet e skenat e mëkatet e turpshme që ai kishte bërë, abuzimet, shturja, dehja, këngët e turpshme që këndonte e tjera me radhë. Dhe mbas 17 vjet të pendim, thot, Zoti i tha: tani ngrihu Maria, i tha, mëkatet e tua janë falur. Tani do lutesh për gjithë njerëzit e botës. Dhe jetoi edhe 30 e sa vjet të tjera, deri sa erdhi fundi i jetës, edhe Zoti dërgoi Shën Zosimajin, i cili e rrëfeu dhe e kungoi. Ai dëgjoi gjithë jetën e saj dhe ai na e la të shkruar, që ne ta njohim sot e kësaj dite, se vërtet i madh, shumë i madh ishte mëkati i saj, por dhe pendimi i saj ishte i jashtëzakonshëm, dhe Zoti që do pendimin e mëkatarëve nuk e la të humbiste, por ajo sot nderohet nga kisha si Shën Maria e Egjiptit. Pra pikërisht, nëse ka, thot Shën Kozmaj, ndonjën ndër ju, thot, që ka bërë jetë të tillë të shturë dhe imorale si Maria e Egjiptit, thot, dhe ka jetuar brenda pasioneve, i shfrenuar, le të pendohet sa ka kohë, le të shpëtoj dhe ai shpirtin siç Maria e Egjiptit. Dhe pastaj, ungjilli vjen tek pjesa e tokës së mirë, thot. Dhe thot, një pjesë, thot, pastaj e farës së grurit ra në tokë të mirë, thot. Dhe ato që ranë tokë të mirë dhanë frute, thot, 100 fish, 60 fish dhe 30 fish. Pra, nuk dhanë të tëra një lloj frutet shumë fishta, por sipas vendit dhe llojit të tokës, edhe ato, dikush 100 fish, 60 fish dhe 30, dhe këto, dhe nga një kokër, 30 kokra, të gjithë dim shumë mirë, që kur hedhim një kokër, farë gruri, ajo çelet bëjë një bimë e madhe dhe brenda saj ka atë kallirin e grurit që ka me 10 kokra, farë gruri, apo jo. Dhe është pikërisht kjo simbolik që Zoti e përdor për shpirtat e besimtarëve, që jemi thirrur pranë këtë jetë që t'japim frute të besimit. Por që t'japim frute duhet pastrojmë tokën, arën e shpirtit tonë. Dhe atëherë do t'japim frute. Dhe Shën Kozmaj prap që t'ja bëj sa më të thjeshtë dhe më të kuptueshme këtë pjesë të paravolisë së ungjillit, pra për thënë çfarë kërkon Zoti nga neve, pra si du ta bëjmë këtë jetën, si është kjo 100% japësh frute. Dhe tregon jetën e Shën e Premtes. Të gjithë besoj që e dini, edhe keni dëgjuar Shën e Premte, po unë me pak fjalë do përpiqem, siç edhe Shën Kozmaj, t'ju shpjegoj se kush ishte Shën e Premte. Shën e Premte ishte lindur dhe rritur një familje të krishterë, besimtar, shumë e pasur, dhe megjithëse qysh në moshë
të re, fare të re, gati 12 vjeç, prindë e saj vdiqën, ndruan jetë, dhe ajo këtë nuk e përdori për të abuzuar me jetën e saj, nuk e përdori për të abuzuar, pra si të rinë për shkakun që po të kenë para në përduar, bëjnë një jetë shturur, thot ai të shijojmë jetën e kështu me radhë, përkundrazi, ajo thot gjithë pasurinë e saj thot e dha tek të varfrit thot. Kishte shumë e madhe pasuria. Mbajti pak sa për të, si thon, për të mbajtur frymën gjallë, domethënë, dhe bashkë me shërbëtorët e saj u bën murgesha. Në drejtimin e një prifti, mësuan që është jeta angjëllore, pra jeta e murgjërve, dhe filluan të ushtronin për ditë në lutje, në agjërime, në studim të shkrimit shenjtë kështu me radhë, dhe u pastruan, thot, shpirti i saj u bë si një angjëll. Dhe kur një ditë, thot, e denoncuan për shkak të zilis tek perandori Antonin, perandori i Romës, e arrestuan, e çuan para mbretit dhe ai i mahnitur nga rinia, bukuria e saj kështu me radhë, e josh me premtime, thotë nëse ti mohon Krishtin dhe i falësh idhujve, unë do të bëj gruan time, do bësh mbretëresh, do të jesh e pasur, do kesh shërbëtorë kështu me radhë. Por ajo tha, unë nuk jam e marrë mbret si ti, tha, që të dëshiroj gjërat e kësaj bote, të cilat i përbuza me kohë për dashurinë time për Krishtin, i braktisa të gjitha, thotë, për të marrë gjërat e përkohshme të kësaj bote dhe për të humbur përjetësinë. Përkundrazi, thot, i ka mohuar të gjitha dhe kështu të këshilloj edhe ty që ti mohosh kënaqësitë e kësaj bote dhe të përpiqesh për të fituar mbretërinë e qiellve. Mbreti jo vetëm që nuk u prek nga fjalët e saj, por u inatos më keq dhe e mori dhe nënshtoi në tortura të tmerrshme. Dhe një nga torturat ishte që e futi në një kazan të madh me zif dhe squfur, e futi brenda shenjë premte që të shkatrojë, të shkrije, domethënë nga nxehtësia e zjarrit. Ndërkohë shenjtoria, duke bërë shenjën e kryqit, duke lutur Perëndis, Zoti dërgoi angjëllin dhe e ftohu nxehtësinë e kazanit dhe e bëri si ujë të freskët. Dhe ajo nuk ndjente asgjë. Mbreti i çuditur i thot, po si ka mundësi e premte, thot, që parashqevi, pra që ti nuk po digjesh, i thot. Çfarë ndodh, thot, me atë ujë, thot? Ja, Perëndia e ka freskuar, thot, me hirin e Shpiritit Shenjtë dhe unë, thot, nuk ndjej asgjë. Po mirë, thot, po më hidh dhe pak dhe mua, thot, se mbase freskohem dhe unë, i thot. Mendoj që kështë di se ç'kishte ndodhur. Dhe ajo mori me duart e saj nga lëngu i kazanit, thot, ja hodhi, thot, dhe ai lëngu ishte absolutisht shumë i nxehtë, i ra në fytyrë dhe e dogji tërësisht mbretin Antonin, dhe ai nga tmerri i dhimbjeve filloi të qante si fëmijë dhe i kërkonte ndihmë parashqevis, i thoshte parashqevit, lutu Perëndis tënd se unë besoj te Krishti, thot, të më shëroj dhe unë do pagëzohem bashkë me njerëzit e mi. Dhe shenja premtja u lut Zotit, vuri dorën mbi mbretin dhe ai u shërua nga plagët që kishte marrë, besoi te Krishti, besoi ai dhe gjithë njerëzit e tij, gjithë shpura e tij, dhe për një farë kohe edhe të gjithë një pjesë e mbretërisë më u stimuluai që të kthehej në fenë e Krishtit. Pastaj vjen një mbret, thot, i cili ishte jo shprestar dhe armik i besimit të Krishtit, dhe ai e ekzekutoi shën e premten ose shën parashqevin, se e premte është në shqip, parashqevi është në gjuhën greke, po kështu është emri i saj origjinal, se ka lind ditë premte, që ta kuptoni, dhe e martirizoi me prerjen e kryes, shën e premtes, dhe ajo u ngjit në qiell dhe ka një vend shumë të rëndësishëm dhe të lavdishëm në mbretërinë e Perëndis, është një nga shenjtorët më të dashur të Perëndis, ndërmjetuese shumë e madhe, dhe prandaj kultin e saj të shën e premtes, edhe në Shqipëri e kemi shumë të përhapur, ka kudo, jashtëzakonisht shumë. Pra në Shqipëri do gjeni Shënmëri pafundësisht, Shënkoll pafundësisht, shën e premte, nuk ka qytet e fshat mos ketë në paraklisë të shën e premtes. Sepse shenjtor që i kanë ndihmuar njerëzit, sepse kanë jetuar me dashuri dhe me shpresëtari, dhe Zoti ka dhënë bekim që edhe mbas vdekjes së tyre, ata janë të gjallë pranë Zotit, dhe kur ne i lutemi, i kërkojmë ndërmjetësim, ata i luten Zotit dhe bëjnë mrekullira për neve, njerëzit që kemi nevojë. Pra, thot përsëri Shën Guzmani, nëse do ndonjëri nga ju që t'jap frute 100 fish, le të imitoj shembullin e shën e premtes ose shën parashqevis. Dhe pastaj jep rastin e dytë, jep ilustrimin se si do thot t'japësh frute 60 fish.
Dhe thot dikur në mbretëri thot jetonin 2 të krishterë shprestar, Shën Androniku dhe Shën Athanasia, të cilët ishin një çift i ri, pra ishin martuar dhe kishin 2 fëmijë, 2 djem. Besonin shumë te Zoti, luteshin, bënin vepra të mira kështu me radhë. Në një moment caktuar Perëndia i merr të 2 fëmijët. Ta mërziten shumë, i dhurohen shumë. Megjithatë, nga që e donin shumë Zotin, tha, o Zot, kjo ishte dëshira e Zotit, Tina i more fëmijët, dhe filluan të thoshin me njëri tjetrin. Pra Shën Athanasia i tha, Shën Andronikut, i tha, im Zoti, tha, tash ne jetën e jetuam në këtë botë, shijuam martesën, patëm fëmijë, nuk që dëshira e Zotit t'i gëzonim fëmijët, a nuk e përkushtojmë jetën tonë nga tani në vazhdim, mbyllemi në manastir dhe të kujdesemi tani dhe për shpëtimin e shpirtit. Mas që kujdesim për trupin që ta ushqejmë, të kënaqemi në këtë botë, të kujdesim dhe për shpëtimin e shpirtit. Të dy ranë dakord, shitën shtëpinë, pasurinë që kishin, dhe hyri njëri Androniku hyri në manastir Burrash dhe Athanasia në manastir Grash, e kaluan gjithë jetën e tyre me lutje, agjërime e përdallime dhe e shpëtuan shpirtin e tyre dhe shkuan edhe ata në mbretërinë e qiejve. Dhe këta dhanë 60 fir sepse shijuan edhe të mirat e kësaj bote, edhe të mirat e mbretërisë së Perëndisë, pra përkushtuan pra totalisht tek Zoti në mungëri. Dhe në qoftë se kanë ndër ju thot që kanë dëshira të mira thot, dhe janë si Androniku thot, dhe Athanasia, le të bëjnë edhe ata thot, të lënë këtë jetë të gënjeshtë të kësaj bote, të përkushtohen Perëndisë në mungëri thot, dhe të fitojnë jetën e përjetshme. Dhe tani më së fundi thot Shën Gozmai thot, do t'ju tregoj pak thot për atë pjesë të farave thot që dha frute thot 30% thot. Dhe thot diku thot Shën Gozmai jetonte një prift shprestar që quhej Joan thot. Ai ishte i martuar thot dhe kishte 20 fëmijë. Një ditë thot, historia që despoti mbas meshës i tha atë Johani, i tha, unë dua të vi thot për vizitë në shtëpinë tënde. Ai shumë i gëzuar, i lumtur bashkë me priftreshën, e pritën me krah hapur despotin, edhe u mblodhën gjithë në shtëpi, kështu shtëpia mbushur me fëmijë, 20 fëmijë. Thot despoti, po të kujt i ke i thot to, të kujt janë këto fëmijë thot, fëmijët i thot. Sa janë dhe 20. 20. Po sa vjet ke majtur thot 18. Po ti qenë ke për tu kafarepsur i tha. Ti duhet zhvishësh thot. Çfarë s'ke bërë thot? Një minutë despoti im thot. Dëgjoj një rrëfimin e jetës ime thot. Dhe pastaj nëse gjykon që jam i padejnë për të qenë prift thot, më zhvish dhe më largon nga priftëria thot. Pa njëherë ma tregon një jetën tënde. Po ja o despoti nderuar thot. Unë tha në moshën 25 vjeç thot u bëra anagnost thot. U lidha me gruan time, priftreshën, u martuam në Kishë thot. Sipas urdhrit të Perëndisë. Masi mbajtëm 3 ditëshin thot, u bashkuam me priftreshën thot, dhe ajo u ngjis thot dhe lindi fëmijën e parë. Mbasi kaluan 40 ditë e Leonis thot. Pra, dhe fëmijën e sollëm kishe bëri 40 ditëshin thot. Pastaj u bashkuam thot prapë me priftreshën thot. Dhe pastaj ajo prapë u ngjis thot. Dhe pastaj ne u ndam thot derisa lindi thot fëmijën e dytë. Dhe kështu me radhë thot i bëm të 20 fëmijë thot. Pra ai me gruan e tij 20 herë kishte shkuar gjithsej gjithë jetën e tij. Atëherë kur despoti e kuptoi që kishte bërë gabim, i tha, të më ndjesh, i tha, por kaq, po kështu si i ke bërë fëmijë thot, të bësh edhe 100 fëmijë thot se i ke të bekuar nga Perëndia. E bekoi me të dyja duart
atë Joanin dhe u largua i mrekulluar për shprestarin e priftit të dashur Joan. Dhe Shëngo Zmaja mbyll këtu historinë dhe thot, pra në rast se midis jush të dashur thot, bi dhe kristian të mi të dashur thot, ka në njëri që do ta fitojë mbretërinë e Perëndisë thot, dhe do të bëjë si Joani thot, është i bekuar thot, le të martohet në kishë thot, sipas rregullave të kishës dhe bëj fëmijë thot, sepse të bërit të fëmijëve dhe të rriturit të edukuarit të fëmijëve me frymën e krishterë dhe me porositë e Perëndisë thot, është një urdhërim i vetë Perëndisë dhe kështu do të keni mundësi të shpëtoni shpirtrat tuaj dhe të shkoni në parajs. Mbase unë u zgjata pak me këto historitë që tregova dhe mbase u bëra pak i lodhshëm, por Shëngo Zmaj, që ishte një mjeshtër i oratorisë, i predikimit dhe i katekizmës, po të lexoni mësimet e tij do kuptoni që ai ishte një një gojart i dytë. Për nga mënyra se si ai e kishte thithur fjalën e Perëndisë, ungjillin dhe e kishte futur të tërin në zemrën e tij. Dhe dinte se si ti interpretonte fjalët e ungjillit dhe ti sillte sa më të thjeshta dhe më të kuptueshme në mendjet edhe në zemrat e besimtarëve. Ai nuk fliste sikur të ishte përpara një auditori akademik. Por ata që kanë dëgjuar, që kanë jetuar, kanë qenë bashkëkohës Shëngo Zmaj, thoshte ai fliste thot, aq thjesht thot, që ta kuptonte thot, edhe ai fshatari më i fundit thot. Më i pashkolluari, më i pakuptuari, edhe ai më i thjeshti. Të gjithë i kuptonin fjalët e tija, që i buronin nga zemra, nga thjeshtësia e zemrës, dhe i mbushte zemrat e gjithë besimtarëve me një dashuri dhe një flak të zjarrthut për besimin e krishterë ortodoksët. Dhe i thoshte njerëzit, ta doni Perëndin thot, ta doni dhe njerëzin, të doni kishën, të doni ortodoksin, dhe për asnjë arsye të mos ta mohoni, sepse askush nuk mundet dot t'ju avjedh, t'ju marr besimin nëse ju nuk e lëshoni vetë. Që të mendoni që në atë kohë ka qenë koha kulmi i pushtimit turk, kur njerëzit të lodhur për rreth 300 e ca vjet pushtim, thot, nga taksat, nga robëria, nga keqtrajtimet që i bëheshin të krishterë, që konsideroheshin qytetar dorës së dytë, të lodhur nga taksat, nga varfëria e nga shumë çka, masivisht braktisnin fenë e Krishtit dhe bëheshin muhamedanë. Jo se kishin kuptuar që nuk ja vlen të besosh te Krishti, po nuk kishin më ishin të lodhur, nuk kishin fuqi më. Dhe prandaj Shëngo Zmajin e dërgoi Perëndia të jepte fuqi krishterëve. Nëse sot sa ditë ka akoma të krishterë në Shqipëri, është për shkak të punës së jashtëzakonshme që ka bërë ai njeri me njerëzit se shkonte qytet qytet, fshat në fshat, shtëpi më shtëpi dhe i nxiste njerëzit të ruanin besimin e krishterë. Jepni gjithçka, vetëm besën të ruani. Përpiquni të jetoni thjesht dhe me përulësi dhe Zoti do t'ju ruaj, do t'ju bekoj, do t'ju mbroj. Vetëm besimin e krishterë mos humni, sepse po humbët besimin, do humni shpirtin tuaj në përjetësi. Kam studiuar shumë, thot Shëngo Zmaj i lumur, thot, besime dhe fe, thot, të botës, thot. Por asnjë nga këto nuk mund të krahasohet me besimin ton të krishterë ortodoks, që është besimi i vërtetë. Dhe ajo që na e vërteton katësipërisht vërtetësinë e besimit ton, është që nga gjiri i kishës për 2000 vjet me radhë kanë dalë shenjtor. Pra nuk është një doktrinë bosh që nuk prodhon asgjë, po është një doktrinë që prodhon shenjtor. Edhe fakti që neve sot, e mbas 2000 vjetësh, vazhdojmë besojmë te Krishti
tek Shën Maria, ke Shën e Premtja, Shën Kolli, Shën Thanasi, e Shën Kozmai, Paçimuratën, që është pak më i vonë, është 250 vjet më parë, apo dhe shenjtorët të ditëve të sotshme, siç janë Shën Paisi, Shën Porfiri, Shën Jakov Caliqesi, që ka ndruar jetë 91, 92, 94, 95, apo Shën Jusifi Sihasti e kështu me radhë. Edhe vazhdon sot e kësaj dite, vazhdon dhe nxjerrë shenjtor kisha, që tregon që mesazhi i Ungjillit ka fuqi, fjala e Perëndis ka fuqi që të transformojë rrënjësisht jetën tonë. Të gjithë jemi thirrur që të jemi shenjtor. Unë jam i shenjtë dhe ju duhet të jeni të shenjtë, thot Zoti. Nuk na thirrë që të bëhemi njerëz të mirë. Kisha nuk është shoqat. Shoqatat kanë qëllim të bëjnë njerëzit mirë. Hajde të bëhemi të mirë, hajde të bëjmë një shoqat, një grup njerëzish, themi ca filozofia ca, ja të bëjmë njerëz të mirë. Jo. Zoti na ka ftuar të bëhemi shenjtor, të bëhemi si ai, të shenjtë. Të përgatitemi për mbretërinë e qiejve. Të përpiqemi çdo ditë të jetës sonë. Tani mbretëria e Perëndisë dhunohet. Dhe vetëm ata që e dhunojnë hyjnë në mbretëri, thotë Ungjilli. Çfarë do thotë dhunohet? Pa sakrifica, askush mund të hyjë dot në mbretëri. Se gjithë duan edhe ta shijojnë këtë jetë, duan të shkojnë edhe në parajs. Çfarë është e mishore, trupore, është e kësaj bote. Çfarë është shpirtërore, është e mbretërisë së Perëndisë. Qofse do kërkojmë të shijojmë gjëra për qenë të kënaqur trupërisht, ato mbeten këtu, se trupat e dihet ku përfundohen. Kur vdes njeriu, trupi ku përfundon? Në varr, e han krimbat. Sa do mirë të rroj, edhe mbreti, edhe i pasur e tjetri, aty është 1/2 është ai prona atij. Edhe ata që kanë lënë miliarda nga mrapa, edhe emër shumë madh, kanë përfunduar, aq e kanë pronë në tyre, 1/2 e kanë vendin atje në tufin apo sharrë, di? Di është vendi. Problemi është ç'a ndodh me shpirtin. Sepse shpirti është i përjetshëm, trupi i përkohshëm. Trupi nga e mori Zoti, mori balë nga toka e bëri njeriu. Edhe kthehet prapë në balë kur vdes. Kurse shpirtin ne e morëm nga frytja e Perëndisë. Thot Perëndia i fryu për njeriu, thot Adamit, në vrimat hundës, edhe i dha frym të gjallë. Shpirti është i përjetshëm, nuk vdes kurrë. Për shpirtin mendoni, thot Zoti, thon shenjtorët, mendoni vazhdimisht. Ky jetë, sa do e mirë, sa do bukur ta rregullojmë, është shumë e përkohshme. 70 vjet thot janë ditë e njeriu mbi dhe. Por më të fortët 80. Çdo ditë më tepër pastaj është vetëm mundim. Ja rrojtëm 80, ja 90, ja 100. Prap nuk i shpëtojmë dot asaj. Një ditë do vdesim. Do paraqitemi para Perëndisë. Dhe ato që do na shoqërojnë atje, nuk janë as të ngrënat as pirat atje, as rrobat që kemi vesh, as parat që kemi mbledh. Atje do na shoqërojnë vetëm veprat e mira. Çka kemi thënë, kush janë veprat e besimit? Lëmosha, ndihma për njerëz nevojë, lutjet dhe agjërimet. Këto tre janë. Këto tregojnë që besojmë apo s'besojmë. Nëse njëri është besimtar, por nuk i praktikon këto tre, nuk është besimtar. Themi që jemi besimtar, po nuk japim lëmosh, nuk ndihmojmë njerëz në nevojë. I duam gjitha për vete. Jo se më duan, thotë. S'japun. Pse t'i japun atit? Le të punoj vetë ai ti nxjerrë vetë. Pse ta ndihmoj këto? Pse ti them një fjalë mirë këtu? Ja. Vetëm për veten tënde. Lutja. Pa një komunikim vazhdueshëm me Perëndin, bëhet gjë? Pa lutje? Pa mua, thot Zoti, s'bëni dot asgjë. Nga lutja ne marrim gjithçka marrim në jetën tonë. Marrim drejtësim, marrim drejtim, marrim fuqi, marrim kurajo, marrim ngushëllim.
marrin forcë për të para, sa do të vështirë atje në momentet e jetës sonë. Me anë të lutjes ne i kalojmë të gjithë. Dhe agjërimet, kuptohet, vetë përmbajtja që ne tregojmë, me anë të agjërimit, me anë të kreshmës. Të bëjmë një sqarim pak se më bëri sot një pyetje njëri, u çudita që nuk e dinte, se ka janë 30 vjet në kish, po edhe mund ndodhi. Po çfarë do thotë agjërim, kreshëm, ta se kuptova, thash. Tha, agjërimi do thotë ta ke punë e fjalëve, tha, që s'duhet të themi fjalë qija, tha, apo se ne mbajmë kreshëm, tha, po kjo agjërimi çfarë është, tha? Agjërimi në kuptimin origjinal të pastër të fjalës është mos fusësh asgjë në gojë, as bukë, as ujë, as një lloj ushqimi tjetër. I pari agjëroi Adami, kur përzu nga parajsa 40 ditë ndeti te porta e parajsës dhe qante. Pa ngrënë papir. Qante për atë që kishte humbur. Për parajsën që nuk u kthye dot më, me gjithë lotët e tij, sepse kur e dha mundësia për të kërkuar falje, nuk kërkoi falje, nuk u pendua. Pra kjo është kur ne duam të kthehemi tek Perëndia dhe të kuptojmë që jemi larguar nga Perëndia, ne ja tregojmë këtë Perëndis me anë të agjërimit. Prandaj kisha ka vënë në krye të kreshmës, është treditshi, e bardha që quhet. Ai është agjërimi i pastër, as bukë as ujë. Që secili përpiqet ta mbajë sipas fuqisë së vet. Në kuptimin klasik të përdorimit të përditshëm, që kryesisht murgjit, asketet e bënin që mbas perëndimit të diellit hanin pak bukë e ujë, pak bukë e ujë. Jo marrësh gjithë bukën edhe që me anë të bukës kompensosh ushqimet e tjera, thotë kam ngrënë vetëm bukë, po bukë ke ngrënë 2 kg bukë. Kështu që duhet kuptuar edhe pak frymë, domethënë. Kështu që të gjitha këto gjëra na i ka lënë kisha, na i ka lënë Perëndia për shpëtimin e shpirtrave tanë. Prandaj edhe kjo paravoli për cilën folëm sot, për mbjellësin e farës, pikërisht prandaj me këtë e nis predikimin Zoti, me këtë lloj paravolie. Që të kuptojmë që pranë Zotit duhet të qëndrojmë me frikë Perëndie, me ndrojtje, jo me paturpsi, jo me arrogancë, me prolësi, duke u afruar vazhdimisht, duke kërkuar ndihmë Zotit, duke u lutur, duke u ushtruar për ditë besimin ton, që të kemi shpresë që kur të vi dita që ne do të largojmë nga kjo jetë që ne nuk e dim se kur është kjo ditë, absolutisht asnjë nga ne, as unë, as juve, as njëri tjetër, të na gjej gati. Se nëse jemi gati, si thotë ajo paravolia, ju ta themi në një rast tjetër ne. O mik, ku e ke rrobën në dasmës? Që vajti pa përgatitej. Do të dilë jashtë. Se në dasëm, pra në mbretërinë e Perëndis, nuk mund të hyjmë të pa përgatitur. Ashtu siç kur shkojmë në një dasmë, na fton dikush. Po su veshim me rroba të mira, mund të shkosh ti me lecka me do thotë ti ka ardhur me turprum, me flik, nuk e ardhur me nderum. Pa dilë jashtë. Kështu edhe kur shkojmë atje para Zotit, nëse ne nuk e kemi rrobën e hirit, ne nuk hyjmë dot në mbretërinë e Zotit.